Kjo është deklarata, Elker, që bënda së kohë kryeministri. Nuk e di çfarë do të thoshte tani, po të pyetej, se vështirë është ta gjithë të pyetësh kryeministrin. Si Tullet ka marrë nga taksat e shqiptarëve dhe vetëm 9 muaj rreth 30 milionë euro, pa përmes këtyre tenderave fiktive dhe faturave fiktive që i argumentoi edhe Brisi. E lexova dosjen dhe është rënditse për vërtetës. Gjëra që aty ka ndodhur është fiks tipare narkoshtetit, veçanërisht ishin ato 6 orët e rrëmbimit të biznesmenit Geron Meçe, pra i rrëmbyer nga njerëz me uniforma policie dhe që mbanin dhe logon e BDH-s dhe SPAK-ut ndër tjera. E rrëmbyen në syt babait tij, e çuan në Elbasan, gjatë gjithë kohës në kërcënime dhe nën shantazhe e detyruan që të merrte në telefon bashkëpunëtorët e tij dhe të tërhiqnin ankimimet nga gjithë tenderat që kishin ankimuar, dhe nga ana tjetër në fund të bisedës i përmendin edhe gruan edhe fëmin që i thanë do të kërcënojmë gruan edhe fëmin. Për çështë vërtetës, ndryshe nga herët e tjera kur SPAK-un e ka ndihmuar shumë dosjet e Sky ECC, këtë herë në fakt e ka ndihmuar shumë Ergys Agasi SPAK-un me vetë përgjimin që i kishte bërë vetë dhe me regjistrimin të vetës dhe të bashkëpunëtorëve të tij, por dhe të telefonatave që zhvillonte nga zyra. Termat kokain, zyra ku jepen lejet e ndërtimit në kryeministri, aty përmendeshin sikur ishin diçka krejt normale dhe kam përshtypjen që edhe me zbërthimin e telefonit personal të zotit Agasi, kam përshtypjen SPAK do ketë material të bollshëm, madje që sot kanë nisur dhe janë në vend në lëvizje edhe për çështjen e kullave, pasi ashtu sikur se u faktua në dosjen Balluku, edhe në dosjen Agasi, sektori kryesor këto kanë kanalizuar pastrimin e parave është sektori ndërtimi. Po prapë ndërtimi, është patjetër, është ndërtimi, pasi aty kanë qarkulluar miliarda euro të narkotrafiku që janë investuar në këtë sektor dhe pastaj përfituesit u kuptua se kush janë. Kush ka 300 apartamente, kush është njeriu që ka kull me imazhin e tij në zemër të Tiranës, kush janë njerëzit apo ndërtuesit apo rrethi afërt i këtyre ndërtuesve që gjithashtu merrte po themi ato tenderat publik në vend, tenderat publik më të rëndësishme që kanë të bëjnë me atë infrastrukturën rrugore. Unë besoj që SPAK aktualisht e kjo pjesë po e përqendron edhe po e thellon hetimin, pasi Ergys Agasi të paktën nga ato çfarë del në dosje dhe nga ato çfarë pritet të dalin nga telefoni i tij është një nga personat kyç që kanë ndihmuar në atë që është injektimin masiv të parave të pista, përgjithsisht qoftë në sektorin e ndërtimit apo qoftë në ato që janë investime strategjike. Në fakt ortaku i tij, më thonë se nëse mund ta quajmë, është Ermal Beqiri. Ndjekim pak çfarë roli ka